بين بان الأجراع ورامة ولعلع من قلب صب. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على مصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Allahun Teala falenderoj për Allahut falje dhe ndihmë kërkoj. Salavat dhe selam mbi pejgamberin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dërgoj mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë besimtarët që ndjekun rrugën e tij deri në ditën e fundit. Edhe sot me lejen Allah do të vazhdojmë në shpjegimin e librit Mendimi i mirë për Allahun me autor Imam Ibn Abi Dunjan rahimahullah. Kemi arritë hadithi i 10 me renditjen e libër të cilën e transmeton Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu, i cili thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka thonë: in shi'tum unabbi'ukum bima awwal ma yaqulu Allahu azza wa jalla lil mu'minina yawm al-qiyamah wa ma awwal ma yaqulu lahu. Nëse doni ju kisha tregu se cila është gjëja e parë që Allah ja thot besimtarëve në ditën e Kiametit, edhe cila është gjëja e parë që besimtarët ja thonë Allahut azza wa jalla në ditën e Kiametit. Pastaj thot pejgamberi sallam: yaqulu lil mu'minin, ju thot besimtarëve: hal ahbabtum liqa'i, a keni dashur takimin me mua? Yaqulun i ya rabb, po Zoti unë kena dashur. Fe yaqul lima, pse keni dashur? Yaqulun rajawna uqubuka wa maghfiratuk, kena shpresu se nuk kemi na dënu dhe kemi na falë dhe më na mëshiru. Atëherë Allahu azza wa jalla ju thot: wajabat lakum maghfirati, ju është bërë obligim juve falja. Ky hadith quhet hadith ilahi apo kudsi, është ku Allahu azza wa jalla nuk është prej ty. Në hadith është që pejgamberi alayhis salam tregon se Allahu i lartësuar ju thot besimtarëve në ditën e Kiametit se cila është gjëja e parë që flet me ta. Kjo vllazni është pasi që njerëzit të buhen dhe fillon llogaritja, pasi që njerëzit besimtarët të buhen ditën e Kiametit edhe fillon llogaritja. Në ditë Allah i lartësuar ju drejtohet besimtarëve edhe ju thot: a keni dashur takimin me mua? Padyshim se besimtarët e dojnë takimin me Allahun. Allahu azza wa jalla na mëson në Kur'an, po ashtu dhe pejgamberit në sunet, se prej cilësive të besimtarëve është që e dojnë takimin e Zotit. Men kana yarju liqa Allah, kush shpreson prej juve takimin me Allah, fa inna ajal Allahi la'at, takimin me Zotin ka me ardhë, thot Allah i lartësuar, Sunan Ankabut. Apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin që e transmeton Imam Buhariu dhe Muslim sahihat e tyre, thot: men ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu, wa men kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ahu. Kush e don takimin me Allahun, Allahu e don takimin me të. Dhe kush e urren takimin me Allahun, Allahu e urren takimin me të. Pra, kur Aisha dëgjon këtë hadith, e pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe thot: o i dërguari i Allahut, na e urrejna vdekjen, a i bjen kjo se për urrejna takimin me Zotin? Thot: jo, oj vajza e Sidikut, so fjala për vdekjen se krejt e urrejna, por është çështja që kush e urren takimin me të, fjala në ditën e Kiametit, kur i sheh veprat, Allahu urren takimin me të. Për shembull, jo besimtarët apo gjunahçarët e mëdhenj, kur dalin dhe i shohin veprat e tyre të këqija, e urren me dalin Allahut përpara, edhe me i marrë llogari, sepse dinë se shkatërrimi është i sigurt, edhe përfundimi i tyre është në zjarr. Ndërsa besimtari, kur i shoh ato veprat mira, duke i ardhur për Allahut të lartësuar, e din se takimi me Allahun e lartësuar është frydëdhënës dhe përfundimi i tij është xheneti me lejen e Allahut azza wa jalla. Andaj në mënyrë shpreson me taku Allahun azza wa jalla. Po ashtu Allah kur i përshkruan robët dhe vetëm thotë: innahum kanu yusari'una fil khairat
ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Është fjale për pejgambert e Allahut, ata edhe krejt besimtarët që i pasojnë ata bënin veprat mira dhe na luteshin neve kur kishin mundësi, dhe na luteshin neve edhe kur friksoheshin, edhe na adhuronin, na frigoheshin me një frikë të madhe. Pra në mënyrë kanë shpejtu në veprat mira me shpresë se Allah Azza wa Jalla kur ta takojnë me shpërblim me xhenetet e tij. Po ashtu vllazërin e mi, ky hadith na mëson se Allahu i trajton besimtarët në mënyrë të veçantë, jo si pa besimtarët, edhe jo si gjunahçar të mëdhenj. Pra trajtimi është i veçantë. Çfarë po thotë hadithi? Po thotë se i pyet Allahu Azza wa Jalla se a keni dash takimin me mu? Ata thonë po, Zoti, unë e kena dash. Kur i vet pse, thonë se ti na fal. Pastaj Allah thotë dhe na mëshiron, e kumbo obligim faljen dhe mëshirën për juve. Në farë mënyre, kur të lexoni për ditën e Kiametit, mënon në mjë qasë prej qasës të besimtarve. Ky është rruga e ehlis sunetit, edhe jo prej qasës të pa besimtarve. Allahu kurse si trajton kufarët dhe besimtarët në lloj, por besimtarët i trajton çysh meritojnë, edhe kufarët çysh meritojnë. Dhe kena dëshmon fjalë Allah në surën Fussilet, ku Allah i lartëson thotë: Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Ata që thonë Zoti jonë është Allahu, pastaj i nejten gati kësaj fjale, jeton me ta, tatanazzalu alejhimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. I zbritin melekët në momentet e vdekjes, dhe ju thonë mos u trishtoni as mos u frigoni, por përgëzoni për një xhenet që ju keni punuar për ta. Pse kja? Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Na jena miqt dostat e ju në dunja dhe në akhirat. Pra, qysh njëri nuk tutet me shkute një dosti vete, nuk duhet me tut me shkute Zoti vetë. Se din që dosti vetë si bë kur gjë keq, e asë Allah nuk i bën kur gjë keq. Andaj autori kur e sjell këtë hadith, në këtë vend, librin e tij, dën më na siguru se na do të më menu që Allah ka më na trajtu mirë nëse na veprojna mirë. Këna thonë se kuptimi i mendimit të mirë për Allah është adhurimi i mirë ndaj tij, është largimin nga gjunohet, është dorëzimi për ati, e kështu me radhë krahasja me caktimin e tij. Dhe po ashtu mbështetjen të gjitha adhurimet tjera të zemrës që i keni dëgjuar prej hoxhallarëve. Andaj më mundu njëri me pas bindje të fortë se Allah ka me taku duke e fal dhe duke e mëshiru. Dhe kjo pa dyshim se është gjoja që më shumë të kena nevoj. Zotë në tojna me ditë që e kena të sigur që në gjenetin sot kishëm vdek, së kishëm jetu asë një moment. Më mënu me bësh të siguri për takim me Allah në Azza se kam në trajtu që që trajton rëbët e vetë besimtarë. Po ashtu vëllazërin e mi, disa dobi kisha folë pak për këtë hadith. E parë është dashnia për takimin me Allahun, është prej shajave të imanit. Veç besimtarët kanë qenë me dashur Allahun. Andaj nëse na e kena në zemrën tonë një qeft madh për me taku Zotin tonë, ne ta dinë se kjo është cilësi prej cilësive të besimtarit, e që nuk paramenohet një besimtar me urrejt takimin me Zotin e tij. Po ashtu besimtarët do të me jetu mes frikës edhe shpresës. Frikën a thonë në rini, shpresë në plesni, ose frikë në shëndet, shpresë në smundje, kështu me radhë. Ndaj më mundu që mi dhonë vetit gajret, veçanërisht pas gjunoheve, pas veprave të këqija, se shejtani mënohet më na mbyll dyert, më na thonë ju s'dini mu pendu, ju jeni tradhtar ndaj Allahut, ju jeni të shkatrum e me vejse të tjera, andaj njëre mija hap, vetit dyrë që Allah i lartësun e ka hap, e prej këtyne dyrëve pa dëshim është kja që me pas mendim të mirë,
për krijuesin e tij. E treta është falja e Allahut është më e madhe se veprat tona. Qysh Allah është pa fillim dhe pa mbarim, dhe falja e tij pa fillim dhe pa mbarim. Ndaj gjunat tona nëse arrin kulmin e qiellit, edhe na kërkojnë falje, Allah na fal. Siç ka në hadith, ja ibn Adam o biri Ademit, law balagha dhunubuka anana as-sama, nëse gjunat tua e kanë mri kulmin e qiellit, edhe të më kërkon falje, edhe la ubali nuk japi, kërkoj të llogari. Pra e njeri mu mëndu me ditë një gjatë vetme në raport me Zotin e vet, se sot do bën mirë dhe sot do që bën keq, nëse bën mirë Zoti ka me shpërbly, po nëse bën keq e pendohet Zoti ka me shpërbly, dhe jo vetëm po edhe me ja kthy gjunahën sevape, që është në surën Furqan, walladhina tabu illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Përveç atyre që në pendu, kanë bo veprat mira, atyre Allah ja shëndron veprat e këqija se vape, vërtet Allah falë dhe mëshiron. E çfarë vepra flet Allah në ajetet e mësipërme? Flet për shirkun, flet për vrasjen, flet për zinan, për gjunat më të mëdha, që tu Allah nëse pendohem që çdohet i shëndron se vape. E lërë më të gjunat tjera që na i këna bo. Zotin ka orë në hadith, robin ditën e gjykimit i thotë, Zotu nëse kom bo këto vepra, thotë kjo bo gjuna, je pendu dhe Allah t'i ka shëndron se vape, Allah na boft prej tyre. Po ashtu kjo hadith vllazni na mëson nderimin e madh që Allah ja bën besimtarëve në ditën e takimit me ta, dhe sigurinë e madhe që ja jep. Menën e mirë hadithin, ma të parë në gjë që Allah ja thotë robëve të vetë, si të takon, ose ja ku mbo obligim faljen. Pra me ato qasë dhe para, i siguron se s'ka dënim për juve. Për shembull, kur na hina, e kena bo një faj, edhe dina që mujna më dënu për ta, edhe hin, për shembull në gjykatë që të kom fal, për fajin e bon. A ki frikë pasaj me nejtë me ta? E jo, sa din që je i sigurt. Andaj kjo është gjëja parë, edhe siguria parë që Allah në jep. Edhe e fundit që kisha dosh me përmen në këtë rast për ju, edhe e fundit që mujna me nxjerë si dobi është se shpresa në faljen e Zotit është për adhurimeve më të mëdha edhe më të dashna për secilin prej neve. Qysh kanë thonë selefi në lutjet e tyre, o Zot, na e dina dobësin tonë kërshiteje, po na jena dopt, po ashtu e dina madhështin tonë kërshiteve. Andaj trajtana jo që shëmeritojna, po që shtit din mi trajtu robët e tu besimtar. Allah në boft prej tyne. Vazhdan një bërë në bidunja me e thejrën e 11 liber prej Ali ibn Bekar rahimahullah, një pej selefit, e cili kur u pëth se qka është mendimi mirë për Allahun, a i tha të kesh mendim të mirë për Allahun është me besu se Allahu nuk të bashkon ty edhe pa besimtarët në një shtëpi. Shkjo pra aspekt tjetër i mendimit të mirë për Allahun, që neve edhe qafirat s'na bashkon në xhenem. Këto me pëmunu njëri me ndje vllazni, edhe me lutë Allahun që mos me bashku kur në xhenem. Andaj na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin që përmend Imam Ahmedi në musnedin e tij, se kush thot 7 handitje, Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min al-qawli wal-'amali wa a'udhu bika min an-nari wa ma qarraba ilayha min al-qawli wal-'amali. O Zot, unë të kërkoj xhenetin dhe kërkoj mbrojtje, edhe kërkoj të më furnizosh me vepra që më dërgojnë dhe më afrojnë drejt xhenetit, dhe kërkoj mbrojtje nga zjarri dhe nga veprat që më dërgojnë dhe më afrojnë drejt zjarrit. Kush të thotë 7 handiti këtë lutje, Allahu azza wa jall xhenetit thotë, o Zot, bëna prej banorëve të mi, dhe zjarri thotë, o Zot, mos e bë prej banorëve të mi. Ndaj na mëson përveç që na tregon pejgamberi për të mirat e xhenetit dhe për të këqijat e zjarrit,
po ashtu na mëson edhe rrugët më të sigurta që nëse na i përdorëm me lejen e Allahut kena me kon prej xhenetlive. Andaj mundo me lënë në alarm telefonin tonë të paktën 7 herë me thonë këtë lutje në ditje. Është një lloj sigurie se Allah Azza wa Jall për shkak kësaj lutje dhe për shkak veprave të tjera ka më na bë prej banorëve të xhenetit. Allahu Azza wa Jall na tregon në librin e tij se nuk i bën njëjtë rabt e Rahmanit me rabt e shejtanit. Siç thot Allah, e fanaj'alul muslimina kal mujrimin, a mendoni se kena me bo muslimant sikur se kriminalët malikum kayfa tahkumun. Çka është puna ju? Çysh jeni të gjyku kaq? Për Allah i lartësuar na siguron se kur nuk i bashkon besimtarët me pa besimtarë në vend e as nuk i trajton besimtarët sikur se pa besimtarët. Po ashtu Allah thot am naj'alu alladhina amanu wa amilu salihati kal mufsidina fil ard, a mendoni se kena me bo ata që kanë bo punë të mira edhe kanë besu me besim që dohet sikur se ata që kanë bo çrregullime në tokë. Padyshim se sa herë ka kësi lloj pyetje është e pamundë është, si për shembull në rastin njerëzor me thonë mësues në shkollë, apo menoni se ai që i bën 10 përgjigje krejt saktë edhe ai që nuk e bën asnjë përgjigje të saktë kanë me marrë të njëjtën notë? Patyshim se jo. Kjo vetëm qasje është mohuese që nuk ka mundësi më bëhet barabartë të njerëz kjo çështje e lëre më të Allahu i lartësuar. Andaj vllazërit e mi, njerëzit duhet më munu me bo veprat njerëzve të xhenetit me shpresë që Allah na jep xhenetin dhe më ruaj prej veprave të zjarrit. Hasan al-Basri rahimahullah kur pyetet për çështë çështje që do të me pas besimtare ka shi mendime të mirë për Allah, thot kjo është obligim për obligime madhështore që kemi secili prej neve, por do të pas kujdes në gjë që na tërhiq vërejtën Hasan al-Basri, i cili thot plot njerëz arsyetojnë se kanë mendim të mirë për Allahun, po realisht është veç pretendim se po të kishin mendim të mirë për Allahun, kishin pas vepra të mira për ta. Kishin pas vepra të mira, kishin pas fjalë të mira, kishin pas punë të mira, adhurime të mira. E prej tyre ish dal veç mirësi, siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se besimtarin gjason me bletën hadithin që përmend Imam Ahmedi. Merr mirë, han mirë, o jem butu khajra, dhe qëtë prej soj mirë. Andaj besimtari kështu është, i përzgjedh fjalët, ato nektarin e lule, edhe qëtë mjalët të mirë, edhe qëtë vepra të mira, pra kjo është besimtari që do të me konë. E jo që shumica e njerëzve menojnë se Allah ka me folë çfarë do gjendje që është ai. Jo, nëse është gjendje gjunohu dhe shpreson se Allah ka me folë të bëj gjuna, kjo është mendimi keq për Zotin, jo mendimi mirë, se mendon se kam i trajtu mufsidin, ata që kanë bësh rregullime në tokë me besimtarët në lloj. Andaj Allah Azza wa Jalla bën çfarë në surën Bekara ku thotë inel ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Ata që kanë besu dhe kanë luftuar rrugën e Allahut, këta do të më shpresu mëshirën e Allahut. Pro jo gjithkush. Ata që kanë sakrifiku, ata do të më mëshiru, do të më shpresu mëshirën të Zotit. Dhe jo secili që mendon se bën çka të bën, as nuk falet, as nuk agjeron, as nuk sillet mirë me prind, as nuk sillet me riba, bën zina. Nuk ka asnjë vepër të imanit, ky me shpresu se Allah ka më mëshirë, jo. Kush shpreson mëshirën e Allahut? Ata që kanë besu edhe kanë bo përpjekje, kanë luftuar në rrugën e Zotit, këta e meritojnë me shpresu në mëshirën e Zotit. Andaj Allah na bëf për tyne. Për fund disa dobi për hadithit,
prej kësaj thoni e para se mendimi I mirë për Allahun është që neve si besimtar dhe pa besimtarë nuk na trajton njëjtë. Kjo piknisja që duhet me ditë. Andaj edhe një herë për të ceku gjithë ato ajete ku Allah flet për skena në ditën e gjykimit, skena të mërshme, ato nuk janë për besimtar. Për shembull, se zgjat 50.000 vjet. Ka orë në hadith për besimtar zgjat se për I drekës dhe I një kindi. Po ashtu I trajte I fut në hijen e arshit ti. Ka për besimtarve që ja gubidohum e mbija, pejgambert I kanë xhelozi, janë të ulun me rroba prej drite, me fytyra prej drite, të ulun në ulse prej drite, sa që pejgambert ju lakmojnë. Ka disa që për shembull prej trishtimit afrohet për ta dielli sonishtis, po kjo so për besimtar vëllazë. Andaj do të më pas parasysh kur të folim për ditën e gjykimit se këne kena për qëllim. Nuk është e mundshme mbi bazën e asaj që ka mësuar Allahu dhe I dërguari I Tij dhe kuptimi I selefëve që pejgamberët e njerëz të mirë, ata që janë përpjek me bu mirë, mi trajtoni Allah si Faraonin, Karunin, Hamadin, Abu Jahlin e ngjashëm me ta. Po ashtu vëllazërit e mi prej kësaj për këtij shpjegimi mësum se shpresa pa vepër është mashtrim. Askund Kur'an nuk ka, Allahu ka mi shpërbly për ata që keni fol. Nuk ka kështu. As për ata që keni menhu, po për ata që keni punu. Andaj mes së thënës në të bërë është një maljetër. Pretendime diçka tjetër, praktikime diçka tjetër, pra mos na mashtron shejtani, Allahu na ruaj. Prej etherave tjera që Ibn Abi Dunya përmend këtë libër është se Sulejman ibn Hakim ibn Auni rahimahullah e ka dëgju një njeri duke u lut në ditën e Arafatit dhe duke thonë o Zot mos na dëno me zjarr pasi që ke vendos tauhid në zemrat tona. Pastaj thotë e kapi çajtja, të lut në Arafat. E kapi çajtja prej frikës prej Allahut dhe thoshte o Zot kur nuk mendoj se ti kemi bu një gjatë tillë. Kemi dënu pra ata që ja ke vendos tauhidin në zemrat e tyre. Kur nuk mendoj se ti kemi bërë diçka tillë, për shkak se ti je fals dhe na presum falje prej teje. Ndaj vllazni, këto lutje, Ibn Abi Dunya ka edhe një libër për lutjen kur flet. Lutjet në ngjashme. Njëri mundet me bë edhe prej vetet, janë momente që zemra përulet dhe e paraqet atë plagështinë e vet para Zotit, dobësinë, nevojën për Allah. Andaj bën njëri më shpreh kanë herë edhe me kësi shprehje që ka ardhur prej selefëve. O Zot, unë nuk mendoj se të kemi na dënu. Unë nuk mendoj se të kemi na trajtu njëjtë me kufar. O Zot, na shpresoj në faljen tonë. Ti nuk e thënë premtimin tonë. Ndaj që të qasje, më mujt me konë çdo herë në përditshmërinë tonë, që të qasje në lutjet tona, namazin tonë, sejdët tona, pjesën e tretë natës. Sa më shumë vllazni që thehet zemra për Allah, aq më sinqert del doja, aq më afër është për më pranu. Edhe nëse është kështu e thjesht, nuk ka diçka të veçantë të kjo lutje përveç se e shpreh një dorëzim të madh për Allah të lartësuar. Andaj secili prej neve let mundohet më dorëzu Zotit në mënyrën që din. Na krejt nuk mujna më konë në nivel dijes, as nuk mujna më konë në nivel devotshmërisë. Po të paktën krejt mujna me thyr zemrën para Zotit. Me pas momente që veç na dhe Allahu I din. Edhe ato më ja tregu Zotit çdo detaj. Edhe me thonë shumë prej selefit ka ardhur ju lut kanë thonë o Zot ti ki shumë sion, po unë s'kam Zot si ti. Andaj një farë mënyre me atë tregu edhe pse Allah e din atë nevojën, dobësinë, mangësitë tona,
nervozat tona, lodhjet tona, preokupimet tona. So që sahabët vllazërit e mi janë lutë edhe për lidhse të këpuca, dhe në kësi detaje janë lutë. O Zot që amini po lidhse të këpuca, diçka ti moj këpucat ma mirë. Andaj, kjo është një lloj afrimi. E ke po një njeri kur që rrin me dikën nalt me pozit, edhe shprehet me të lirshëm, koja në anit madhe, se cilë për neve kina qef e me kona shasjaj. Nëse s'mujna më bu me krijesat të pakten, me Allahun të bohem. Në mënyrën që e dina. Po thëmë, Allah Azza wa Jall nuk i trajton në rëbt njëjtë, i trajton si pas mundësisë që u ka dhanë, edhe si pas dijes që u ka dhanë. Me qëtë pak dijes që dina për të mu mundu me lutë Allah në lartësun. Kje lutje e këti burit prej selefit është e marrë në prej ajetëm ku Allah thot inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allahu nuk e fal shirkun. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, por fal çka don pas kësajna. Andaj ky po bën lutje të mirë, po thot o Zot, ti që ja ku mendos njerëzit tauhidin zemra. Fal. Pi para prin me ajet, me kuptim prej Kuranit, pasi që Allah në surën Nisa na bën qartë se shirku nuk falet, por gjunohat tjera sot do të mëdha me konë Allahu i lartësuar i fal edhe i mëshiron robët e vet. Po ashtu Allah i lartësuar thon në Kur'an se innehu men yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-janna. Ai që ka bo shirk në Allah, ati Allah ja ka bo haram xhenetin. Allah ati që e ka muhu madhështinë e tij ja ka bo haram. Për me kuptu pak shirkun, vllazni, pja marrë një shembull dunjas, edhe pse si bjen që ashtu, po veç pak për afru. Për shembull nëse njoni prej neve jeton në vendet ku ka parë, lindje ose perëndim, edhe për çdo muj i dërgon vllaut vet parë për mja ble një tokë, një lagje të mirë, për shembull në kryeqytet, e pasi t'ja blen me bo një shtëpi të madhe, të mirë, një villë të madhe, ndoshta kosta krejtësoj shkon 10 milion. Edhe në fund, kur kthehet për më hyrë në shtëpi, bëhet shtëpia gati, ai e çet në mend vetin. Nuk e pa ti që ka bo. Qysh në djetë e person që ka dhonë 10 milion, krejt jetën e ka që të punu për mi grumbullu me bëhat shpi, pa dëshëm se keq. Qështu është edhe një lej për arfrime Allah krejt në jep, e rëbë të falenderojnë tjetër kanë, e madhrojnë tjetër kanë, jenë mirë njësë ndaj tjetër kujt, e muhujnë Zotin e vetë. Allah në falë, e në më shiroftë. Po ashtu për janë bejnë, sallallahu alaihi wasallam, men mate la yushriku billahi shay'an dakhala al-janna. Ai që vdes duke mos i shoqëruar Allahut shirk, i tillë është banor i xhenetit. I tillë është banor i xhenetit. Këtë hadith e përmend Imam Muslimi në Sahihun e tij. Andaj ky njeri për vrena se lutjet që i bën, nëherë e ka një fardije ka gjatë mirë për Kur'an dhe Sunet, e din që shmonut pastaj lutet. Andaj edhe na, mu mi bët do lutje që zbin kundërshtim me Kur'anin dhe Sunetin. Për shembull, pejgamberi sa nuk u lut për nanën edhe babën e vet, se kjo bjen kundërshtim se ata janë zjarr. Pra, tash ti neve mos më na quaj dëmshmëria, mu lut për dikon që se meriton. Për shembull, vdek një njeri si ateist, çush ndodhi njëri që e la amanet prej shkrimtarëve. Kohën tonë e la amanet, mos më fol, mos më bo merite fetare, ka jetu si ateist, vdeq si ateist, tash na për me dash me tregu dashnin dhe ti, me thonë, më lut për ta, ja ke nuk ban. Kështu nuk ban. Disa dobi për i hadithet e para vllazni është se shirku është mëkat që Allah se falë. E dyta, çdo mëkat pas shirkut është ndoshta Allah e falë, ndoshta nuk e falë. Kjo është në mëshirën e Zotit, kjo besimi i ehli sunetit. Ka mundësi Allah i dënon besimtar për disa mëkate që i kanë bo, dhe jo dini se ka njerëz që hyjnë në xhehenem e pastaj dalin në xhenet.
Edhe ka edhe besimtar djegen zjarr, përveç se shajat e sejdës, ato nuk djegen. Njeri i fundit që del prej zjarrit me çysh tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është djeg. I thon sahabët, po çysh e din me lajket, thot për shkak se shajat e sejdës si ka djeg, të durt, kam gojt, ballin, hunën, këto nuk djegen. Andaj e lusëm Allahun azza wa jall që më na rupi i zjarrit, më na bo prej atyne që hynë në xhenet pa e përjetu zjarrin dhe trishtimin e tij. Po ashtu vllaznitemi, ky njeri tregon për uljet madhe, lot, po ashtu dëmshmëri, dorëzim për Allah, mendim të mirë për ta, krejtë më bashku një vend shumë të mirë si Arafati, një kohë shumë të mirë si dita e Arafatit, atë ditë që Allahu jednu afrohet te haxhit, edhe i thot që ka në hadith, thot i fali krejt ata që janë loginën e Arafatit. Andaj lësë Allahun azza wa jall më na mundsu me kry haxhin, më na mundsu me përjetu këtë ditë e këto qaste, e është prej sunetit me falë të rekën e ikindin bashkë, e pastaj me fillu me lutje deri në kohën e akşamit, pastaj falja të akşamit dhe yatsia në Arafat. Allahu ja pranoft atyne që shkojnë si vjetë në haxh, e na mundësot vitet tjera me shku edhe na, e lësë Zotin që na ka bashku në këtë verë, me na bashku në xhenetet e tij. Lësë Allah me na mësu mendimin e mirë për ta, me na mësu dorëzimin për ati, thyrjen për ati, lutjen veç për ta, ankesën veç ndaj tij. Innehu veliyyu dhalika wa qadiru alayh, wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.